Ai më shumë është Rama nga ndonjëherë vritet për gjëra të cilat një politikan normal mund të mos diskutoj, por ai e vuajti shumë përdorimin nga ana e tij të fjalës autik. Po ishte më pas. Dhe e vuajti. Domethënë duhet ta kuptosh konotacionin e tij si individ dhe konotacionin e tij si kryeministër. Dhe kur unë flas me të, nuk e mendoj as si kryeministër, as si kryetar partie, e mendoj si Edi Rama, ashtu siç e njoh unë, siç e kuptoj unë, që është shumë i ndryshëm nga unë, por si mik i tij unë jam mirëkuptoj të gjitha, sepse tek e fundit miku për këtë punë është. Por miku është për të kuptuar, po jo për të toleruar. Dhe për të mirëkuptuar, Luan. Tani, mendoj që ai i bën rivlerësim çdo gjëje që e konsideron të gabuar. Për rastin e fjalës autik kërkoj ndjes dhe po të them që e ka ndjerë deri në kock këtë që sapo thash. Kurse për batutat të natyrave të ndryshme, ti duhet të kuptosh sensin e batutës dhe senset e batutës ti nga ndonjëherë hyn në zonë, kalojnë nga metafora, hyn në zonën e ngri, ta vazhdoj. Hyn në zonën ngri të shkuarjes drejt fyrjes. Dhe në këtë pikë ai rrshket siç di ai të bëj dhe sigurisht unë një diçka që ai e ka thënë, unë nuk do e thosha.